Thirrje të kyçe të studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut ndoshta prej mesazheve të cilat i kanë pasur në pankartat e tyre, teksa kanë brohuritur normalisht për të drejtën e tyre. Po, thira ishte e qartë, pro vetëm të respektohet ligji që gjuha shqipe tjetë gjuhë zyrtare këtu. Tani më kjo protest ka vazhduar që përçaj edhe një mesazh tjetër, jo të respektohet gjuha shqipe vetëm në provimin e jurisprudencës, por po ashtu edhe në institucionet e tjera ku gjuha shqipe të njihet si gjuhë zyrtare. Pati paraprakisht para kësaj proteste, pati edhe një takim në qeverinë e Maqedonisë së Veriut, nga përfaqësuesit e vlenit së bashku me kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, Mickoski, pra kanë biseduar dhe në lidhje me këtë temë, mirëpo a pati ndonjë përfaqësues ndoshta nga partitë politike shqiptare që ishin bashkuar kësaj proteste, nëse ka arritur të paktën të shohësh? Unë nuk kam parë diçka të tillë, por protesta gjithmonë është sigur që është organizuar nga studentët e Maqedonisë së Veriut. Ne grupet e tjera nga Kosova dhe Shqipëria kemi qenë thjesht pjesëmarrës dhe përkrahës të kësaj proteste. Gjatë gjithë kohës edhe organizatorët e kanë sigur që kjo protestë është apartijake dhe nuk duhet dhe as nuk duan të identifikohen me ndonjë parti politike, sepse ashtu edhe si Zhucek nga folësit kjo protestë do të vazhdoj dhe kjo thirrje do të vazhdoj derisa gjuha shqipe të respektohet si gjuhë zyrtare në të gjitha institucionet, jo vetëm në provimin e jurisprudencës. A ka pasur arrestime gjatë protestës së sotme nga policia? Kemi parë edhe prani të policisë atje. Prania e policisë ka qenë mjaft e gjatë, por me aq sa kam parë unë